11 vjet pas hyrjes në UNESCO, Gjirokastra vijon ende të përpolitet me strenojave të një qyteti muze dhe përpjekjeve të vakta për rijetëzim. Qeveri që vinë dhe ikin, strategji të reja dhe të vjetra, shtëpi që rënohen dhe të tjera që ngrihen. Gjirokastra vijon të mbetet tërheqëse për të gjitha ata që e vizitojnë këtë qytet për herë të parë. Duket se ka shumë për të ofruar edhe pse në të vërtet të mjafton shumë pak kohë për t'i parë të gjitha. Shtëpit karakteristike, ato që këtij qyteti i dhan statusin qytet muze, janë për herë e më shumë drejt humbjes. Tashmë është e lehtë të numërosh me gishtat e duarve shtëpitë e vjetra gjirokastrite, detajet e mrekullueshëm të cilave të magjepsin me bukurinë e tyre. Shtëpitë e tipit kull me dritare të shumta të punuara me kujdes. Ky qytet muze ku gjithçka duket se është prej guri, mban në gjirin e tij, kaq shumë muze të vegjël, të gjithë për të zbuluar. Të duhet të gjesh kënde të ndryshme vështrimi që çdo herë Gjirokastrën ta shohësh ndryshe, por e pashmangshmja në çdo rast është përballja me rënimin që prej vitesh është ulur këmbkryq pavarësisht përpjekjeve për të mbrojtur këtë pasuri që prej 11 vitesh është cilësuar pasuri botërore. Gjysma e dytë e shekullit të 20 solli një zhvillim të shpejtë të gjithanshëm të Gjirokastrës me rritje të kujdesit për rehabilitimin dhe mbrojtjen e objekteve të trashëgimisë kulturore dhe artit të ndërtimit të objekteve muzeale. Deri në fillimin e viteve 90, Gjirokastra kishte marrë trajtën e një qendre të rëndësishme administrative në jug të vendit, status që e ruan edhe sot. Por pas kësaj periudhe, gjërat ndryshuan për qytetin muze, që dal nga dal filloi gjunjëzimin e vet ndaj barbarizmit të ndërtimeve pa kriter të kohës, duke e sjellë qytetin e gurt në gjendje emergjence. Përfshirja e tij në UNESCO ishte një dritë jeshile për qytetarët dhe më shumë përgjegjësi për pushtetarët, edhe pse për këta të fundit dukej se kjo certifikat vlerësimi kishte as pak rëndësi. Ndërtimet pa leje dhe betonizimi vijuan përdhunshëm në qytetin e gurt. Tashmë Gjirokastra bën 11 vite si pjesë e pasurisë botërore të UNESCO-s, por edhe sot, 11 vjet më pas, situata është larg asaj të duhurës dhe të dëshirueshmes. Vetë ministri Akumbaro pohon se në këto vite nuk ka patur një përmbysje të situatës në Gjirokastër, pasi braktisja që banorët i kanë bërë qytetit dhe mungesa e mirëmbajtjes për vite të tëra, ka lënë gjurmë që kërkojnë kohë të rregullohen. Në 11 vjet nuk besoj që është bërë në një përmbysje në situatën e Gjirokastrës. Praktisja që i kanë bërë qytetit, banorët apo pronarët e këtyre banesave dhe mungesa e mirëmbajtjes për vite të tëra ka lënë gjurmë të cilat nuk rregullohen dot në 3 vite. Bashkëpunimi me pronarët është thelbësor për ruajtjen dhe konservimin e vlerave të Gjirokastrës, dhe kjo është një pikë në të cilën theksohet fort nga pushtetarët. Gjirokastra është një qytet trashëgimi kulturore ku pronari më i madh janë vetë banorët e saj. Dhe është e pamundur që Gjirokastra të mbahet në qoftë se ata që janë pronarë të drejtë për drejtë nuk janë aktiv dhe nuk janë bashkëpunues me shtetin. Ne kemi tashmë skedat, po i quaj skedat sociale për të evidentuar pronarët e të gjitha banesave, sidomos në ato raste kur ka shumë pronarë. Në rast se nuk do të përgjigjen pronarët, brenda hapësirave ligjore, ne do të përdorim të tjera formula për të marrë mbi vete atë përgjegjësi që i takon shtetit kur bëhet fjalë për trashëgimin kulturore. Ligji për trashëgimin kulturore i detyron pronarët e banesave të cilësuara trashëgimi kulturore të jenë pjesëmarrës në atë mirëmbajtje. Nëse ata nuk e përmbushin detyrimin, atëherë ligji parashikon masa të tilla dhe ato masa do të zbatohen një. Zëra të ndryshëm nga pushteti me ndikim në jetën sociale të qytetit shprehin opinionin se në 11 vite, edhe pse përparimet janë të dukshme, bilanci vijon të mbetet negativ. Brenda një viti më shumë rënohet se sa mirëmbahet dhe restaurohet, pohon Sadi Petrela, drejtori i Fondacionit Gjirokastra, sipas të cilit një qeverisje me 1 apo 2 mandate është e pamjaftueshme për ta shpëtuar Gjirokastrën që ai e cilëson një çështje të rëndësishme kombëtare. Në 2005, kur Gjirokastra hyri u pranoi në listën e trashëgimisë botërore të UNESCO-s,
gjendje ishte vërtet shumë e keqe, shumë e keqe. Sot, pas 11 vjetësh, shohim që, siç thash, nuk ka një bilans, por megjithatë duket përparimet, ndryshimet, përmirësimet janë të dukshme, sidomos për shembull zona e pazarit. Zona e pazarit ishte e shkatërruar, e rënuar, e braktisur, por unë them që përsëri bilanci është negativ, më shumë gjatë brenda një viti, themi, më shumë humb ose rënohet se sa mirëmbahet, restaurohet e kështu me radhë. Gjirokastra nuk shpëtohet me 4 vjet që ka një qeverisi apo një bashki, apo edhe me 8 nëse kjo qeveri do qëndrojë 8 vjet 2 mandate, apo edhe me 12. Pra nuk është çështje qeverisë, nuk është çështje thjesht ndërrimesh kabinetesh e kështu me radhë. Është një çështje shumë e rëndësishme kombëtare që unë besoj kërkon një analizë kombëtare, një angazhim kombëtar dhe multidisiplinor, siç është ku të përfshihen jo vetëm administrata, por shumë aktivistë, edhe bizneset, edhe qytetarët. Ky lloj certifikimi UNESCO shërben për dy gjëra, për zhvillimin e turizmit, turistët normal që orientohen nga ky fakt që Gjirokastra është qyteti UNESCO, ka dhe polifoninë UNESCO, vlen edhe ndërtimin tjetër ku ky certifikim vlerësh nxit donatorë të ndryshëm, investitorë të ndryshëm për të investuar. Por pat keq unë kam frikë se në të dyja nuk është bërë sa duhet për të shfrytzuar këto dy aspekte për shpëtimin e trashëgimisë kulturore Gjirokastrës nëpërmjet zhvillimit turizmit. Vjeshta pritet ta kthej pazarin e Gjirokastrës në një kantier ndërtimi në kuadër të zbatimit të projektit të ri të restaurimit të lagjes së parë dhe kryesore të qytetit. Fotot e prezantuara nga Ministria të asaj që pritet të jetë fytyra e re e pazarit të vjetër janë breslënse dhe nuk kanë asgjë të ngjashme me pamjen që për më shumë se 25 vite u është servirur vizitorëve. Kto janë pamjet e dyqaneve të dikurshme të kësaj lagjeje kryesore. Të braktisura prej vitesh, dyqanet e shkatruara të pazarit të vjetër ofrojnë për turistët e shumt që vizitojnë qytetin e UNESCO-s vetëm rënoja, zbrazëti dhe pislokun e haresës dhe braktisjes. Ndërsa vendasit duket se tashmë janë mësuar me këtë pamje, që është bërë pjesë e përditshmërisë së tyre. Tashmë të gjithë presin me ankth dhe skepticizëm realizimin e këtij projekti madhor për zemrën e zonës muzeale të qytetit. Tani ne po kalojmë në një fazë shumë të rëndësishme që është restaurimi i plot i pazarit të Gjirokastrës, i rikualifikimi i disa prej rrugëve kryesore dhe jemi duke hartuar dhe një projekt të ri ndriçimi në mënyrë të tillë që të jetë jo thjesht ndriçim rruge, por një ndriçim estetik i qytetit të Gjirokastrës, që ai të jetë tërheqës edhe natën ashtu siç është edhe ditën. Gjirokastra ka të gjitha mundësitë që potencialin e vet ta nxjerrin pa. Këto financime që priten në zonën e pazarit për shembull janë të rëndësishme, janë vërtet të rëndësishme. Në dy kuptime, në kuptimin të sjellë ndryshim rrënjësor, tashmë nuk bëhet fjalë për një ndërhyrje për retush, po themi, sa për të bërë një lloj zbukurimi të jashtëm të pazarit, bëhet për një ndërhyrje vërtet të bazuar, të thelluar, që do të ketë ndikim afatgjatë. Unë besoj që kjo do të jetë një moment kthejse kur do të ketë investime të donatorëve të ndryshëm dhe duke patur parasysh këto dhe investimet që bën biznesi, shpresoj që sidomos zona e pazarit, kjo pjesa që për momentin është më e vizituar, themi, do të ketë një ndryshim shumë të shpejtë dhe shumë pozitiv gjatë viteve të ardhme. Por Gjirokastra nuk është vetëm rruga me kaldrëm, kalaja që shtrihet krenare mbi qytet. Gjirokastra nuk ka vetëm çati të gurta që shkëlqejnë nga rrezet e diellit fill pas shiut. Pikërisht prej kalas së gurt mundesh fare lehtë të shohësh pothuajse të plot qytetin e Gjirokastrës, atë të vërtetin, jo atë të kartolinave. Mund të shohësh fare lehtë dy faqet e një monedhe. Gjirokastra nuk është vetëm qyteti i kaldromeve dhe çative gri. Brenda këtij qyteti duket se shtrihet dhe zgjerohet kërcënueshëm tentativa e qytetit modern, e ndarë simetrik nga pjesa historike e qytetit të dikurshëm, asaj pjese të cilësuar si zonë muzeale ku ndërtimet moderne ngren krye si çiban shkatrimtar të një tradite që po jep gramat e fundit të saj. Pjesa e poshtme e qytetit është ajo që pak ose as pak vizitohet nga turistët vendas apo të huaj. Por kjo pjesë e qytetit është pikërisht edhe aty ku qyteti merr jetë. Tu zhvillohet gjithjeta sociale e qytetit të Gjirokastrës. Rruga e zhurmshme e lagjes 18 shtatori krijon kontrastin më të plot me rrugët e pjesës së sipërme të qytetit. Pallate shumëkatëshe të ngjitur njëri pas tjetrit duket sikur i zën frymën dritës. Në këtë pjesë të qytetit nuk ka kaldrome, nuk ka çati guri,
Kjo është jeta e një qyteti në përpjekje për të modernizuar. Por ndërsa në pjesën e sipërme të qytetit, bukuria e detajeve të objekteve të trashëguara në kohë të bën të harrosh mangësitë që shes syri. Këtu shëmtia e një qyteti duket se është ulur këmbkryq. Rrugët e pashtruara, fasada pallatesh të palyera dhe të ndotura nga koha, kaosi i qarkullimit në rrugët e pavizuara dhe mungesa e trotuareve janë më të parat gjëra që bien në sy. Kjo është Gjirokastra në një vështrim të shpejtë dhe të përcipt. Brendësitë e problemeve të saj janë shumë të thella, ashtu si të çdo qyteti në Shqipëri. Ky është qyteti ku, siç thot Kadare, mund të hidhesh pa frikë nga një çati në tjetrën. Por ky është dhe qyteti ku ndërtimet shumëkatëshe po e fshehin shkallëzimin e këtyre çative, një pjesë e mire të cilave janë rënuar me kohën. Ky është qyteti që të gjithëve u tregon dy anët e veta, të gërshetuara e të ndara njëkohësisht nga njëra tjetra. Një luftë e heshtur që vijon mes tyre prej vitesh, ndërsa mbetet për tu parë nëse do të arrijnë ndonjëherë të paqtohen e të ndërthuren me një synim të vetëm: ruajtjen e kësaj pasurie kulturore dhe historike, e njëherëzi modernizimin e saj.